Historia e radhës do vi me emër, mbiemër dhe video. Eva Hysi. Eva jeton në Itali. Kur e bia ishte vetëm 18 vjeç, ajo përdhunohet në një diskotek. Dhe Eva e merr vesh më vonë kur merr një telefonat nga psikiatria ku vajza ishte vetë regjistruar nga trauma që kishte kaluar. Nga kjo traumë, Eva, që është dhe nënë e 3 fëmijëve, do të thënë kjo traumë pasoi dhe trauma të tjera brenda në familje. Dhe që ishin drama shumë të vështira, të cilat për një farë kohe duket sikur nuk i përballonte dot. Po sot është këtu, Eva. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Më lejo pak që ta lehtësoj pak situatën, sepse kemi pasur histori realisht shumë, të gjitha janë histori të vështira, po më lejo të them që nga pamja dukesh sikur nuk e kaluar asnjë traumë në jetë, Eva. Je një yll. Paktën duhet ta them këtë, sepse edhe mua më ndihmon pak që të marrim të bëjmë një frymarrje të vogël. Para se të futemi prapë në historinë tënde, që edhe kjo ka qenë një histori të jetë e vështirë për ty. Si ka qenë tamam situata? Nuk e di nga ta filloi. Jam nënë e 3 fëmijëve. Vajza ime e madhe ishte një vajzë shumë studioze dhe kishte shumë shoqëri mirë, vajza dhe djemë që frekuenton shumë shpesh shtëpinë time. Iza është një person sensibël, ndërkohë ishte fejuar për një viti, që frekuentoten shumë shpesh shtëpinë. Ishte një djalë, është një djalë i jashtëzakonshëm. Mbaroi vitin e 4 në lice dhe atë verë në 2021 në Korrik më kërkoi që të shkonte me shoqet e veta një javë në Gallipoli me pushime. Pothuajse 17 vjeç, akoma s'kishte bërë 18, sepse i bëri në gusht. S'kishte pse t'i thosha jo, sepse njihja shoqet e saj të ngushta. Dhe unë ndërsa ishte atje me pushime, ndodh ajo që çdo nën nuk e mendon kurrë që mund t'i ndodhi vajzës së vet, fëmijës së vet. Ishte në diskotek, pati një abuzim seksual që ndodh që në fillim nuk ke ndërgjegje për atë që ndodh. Me një fjalë, do kohë që edhe ti vetë ta kuptosh. E dëgjoja nga zëri, unë isha me ti me motor, dhe dëgjoja nga zëri që ishte ndryshe në telefon. Por thosha ndoshta po kënaqet, ndoshta s'fle gjumë të natën, me një fjalë e dija që ikni në diskotek, nuk është se ishte një diçka që që më ishte e papritur. Okej, kthehet në Milano, ndërkohë që kishte ndodhur kjo gjë dhe nuk ja thot të fejuarit të vet, takohen në fund të gushtit dhe unë e prisja Izabelën në Greqi që të bashkoheshim së bashku në fillim të gushtit, që të kalonim gjithë gushtin në Greqi me ti me motor, me familjen e ti me motor, sepse jemi shumë të lidhura dhe me tim vlla. Edhe vjen në fillim të gushtit dhe më thot, u ndava me të fejuarin tim. Çfarë ndodhi, thash, si ka mundësi kjo gjë, sepse kishin gati 1 vit e gjysmë që rinin së bashku dhe ishte dashuria e saj e parë. Sepse e tradhtova, më tha mua me pushime. Pse s'more kohë, thash, që të kuptosh pse, ose mund të dorë, ose duhet të kishe marrë kohë. Ashtu e mendova, tha. Okej, thashun, dhe më tha mua, po tani nuk dua të hap më atë muhabet, nuk dua ta ballafaqoj, të lutem mama, dua të shijoj pushimet që jemi të gjithë bashkë. Në rregull, e shikoja më nervoze, shikoja ndryshe, shikoja më të pazhbirueshme. U kthyem nga pushimet në datën 26 gusht, edhe së bashku të gjithë ne, edhe me ish bashkëshorti tim, me babain e 3 fëmijëve të mi, sepse ndërkohë që edhe ndarja dhe divorci e shumë gjëra të tjera. Dhe ajo më thot një fjalë, më tha, je e bukur sot, mama, më tha mua. Dhe ky glosi që ke vënë të shkon jashtë mase, dhe më pëlqejnë ngjyra e syve të tu. Po s'ma kishte thënë ndonjëherë, dhe ti nuk e pret asnjëherë nga një vajzë adoleshente që të thot gjëra të tilla, sepse në atë fazë ato janë shumë të marrë me veten e vet, jo me maman. Më gacmoi diçka, sikur lëvizë nga karrigja në atë moment.
Mbas ditë më tha mua, po dalë sepse dua të takoj shoqet e mia dhe ndoshta të takoj ish të fejuarin tim sepse duhet të sqarohemi. Thash, okej, mjaft që të kthehesh shpejt në shtëpi. Ishte ora 8 e darkës. Vajza e dytë, Virginia, dhe më tha, po të marrin disa herë në telefon. Thash, kush është ky numër që nuk e njoh? Më marrin dhe më thonë, po marrin nga spitali dhe vajza juaj erdhi vetë në spital, në psikiatri, dhe kërkoi ndihmë sepse është në një moment shumë konfuz me veten e vet. Çfarë do të thotë? Tash nuk po kuptoja, nuk po kuptoja asnjë gjë. Por tha, nuk do që ju të vini, sepse ndërkohë Izabela në Gush kishte bërë 18 vjetor. Kështu që ne nuk ishim të drejtë qofse ajo nuk na jepte okay, sepse ishte majorene, kishte hyrë në moshën madhore. Normal nuk fjeta tër natën dhe ditën tjetër shkova, fola me mjekët në fillim dhe u futa në një ambient, në një botë tjetër që nuk më përkiste, që nuk e kisha menduar kurrë në jetën time. Normal që Izabelës në atë moment, sepse duheshin, i kishin dhënë shumë ilaçe. Dhe unë në korridor mbaj mend si tani, nuk e njoha më vajzën time. Dhe për mua ajo që trauma e parë. Dhe i thash mjekut, kur do dali dhe a do kthehet Izabela, thash siç ishte më përpara. Më thanë, jo, tha, nuk do kthehet më përpara. Aty filloi një kapitull komplet i ri jetës time dhe një kapitull temase i vështirë dhe shumë i errët. Iza doli gati mbas 10 ditësh, na dhanë ilaçe, filloi ilaçet. Në mendjen time ja vija sepse u nda me ish të fejuarin. Situata ishte shumë herë më e rëndë se sa unë e mendoja, se sa ne mendonim të gjithë dhe familjarët e mi. Bëhet pak më mirë, Izabela, fillon shkolla në shtator, ajo vazhdon shkollën, shkon në shkollë me shoqet dhe shokët e saj gjithmonë, por kishte ndryshuar diçka tek Izabela. Në fund të shtatorit, në fillim të tetorit, më tha, mama, nuk jam mirë, kam mendime shumë të errta dhe të këqija dhe kam frikë nga vetja ime. Të lutem më çon në spital. E çova në spital dhe erdhi psikiatri, foli, ajo nuk donte që unë të rija në kolokju. Dhe mbas një ore, ishte ora gati 1 natës, mjekët dolën dhe më thanë, do ta mbajmë përsëri në spital. I thash, të lutem më lër që të shoqëroj deri sipër në katin e 3. Okej, më tha mua, i thash, të lutem, forca, mama është me ty, jam këtu, do kaloj, thosha, do kaloj. Si që erdhi, do kaloj. Okej, mama, tha, por nuk është ashtu si që mendon ti, është shumë e vështirë për mua që të jetojmë në këtë botë. Ndërkohë nuk kuptoja akoma, nuk kuptoja. Dhe e lash vajzën, e mbaj mend që unë ndjeva shumë e zëmëruar me jetën. Te shkallët u ula pastaj kur lash Izabelën dhe filloja po qaja me dënes dhe për herë të parë ndjeva një fuqi brenda meje, doja ta mirja, duhet ta gjuaja murin me duar dhe e bëra. Aq shumë sa më dhëmbën duart. Pastaj heca vetëm, nuk mora as taksi as një gjë për të ecur në shtëpi, për të ikur në shtëpi sepse doja që të hecja. Ndërkohë kthehesha në shtëpi, ndërkohë ishin 2 fëmijët e tjerë, ndërkohë ishte një ish bashkëshort që ne ishim kohë që ishte krisur raporti jon. Dhe ishte shumë e vështirë për mua që të komunikoja ose. Pse ishe ti në spital dhe si ishte ai? Sepse ishin 2 fëmijët e tjerë për të mbajtur në shtëpi. Zgjidhje praktike, kuptoj. Dhe unë shkoja çdo ditë, e takoja dhe u futa në një botë, takoja mama. Dhe ishin kolokju me psikiatër dhe me mjekët. Dhe më thanë, okej, por gjendja është më e rëndë se sa duket në sipërfaqe, sepse mendimi i shpesht i vajzës suaj është që të largohet nga jeta. Më thanë që mund të ndodhi dhe përgatituni. Doli përsëri nga spitali, po edhe 2 javë të tjera në shkollë.
dhe përsëri ushtrua, dhe mjekët më thanë 3 shtrime në 3 muaj nuk mund ta sjellim më në shtëpi. Izabela do ri këtu dhe Izabela do ta çojmë në një komunitet. Më fal, a i vu ndonjë diagnozë Izabelës? Ishte një disturbo borderline i Borderline, atë më personalitetit. dhe unë. Ndërkohë të dy të tjerët shqetësoheshin, të dy të tjerët pse këto, pse Iza ka ndryshuar, pse Iza nuk shkon më në shkollë. Iza ishte me notat shkëlqyera në shkollë, kështu që jo gjithmonë notat e shkëlqyera janë barazim me mirëqenien e fëmijëve tanë. Nuk duhet të fokusohemi tek notat. Duhet të fokusohemi se si janë ata, se si ndihen ata. Kur më propozuan komunitetin, ishin përsëri gjithë ata mjekë në atë dhomë, dhe në mendjen time ose në mendjen e të gjithë neve, komuniteti është për njerëzit që janë toksikodependent, që kanë probleme me drogën ose me komunitetet këtu ekzistojnë për fat të mirë, edhe për persona që kalojnë një periudhë shumë të vështirë me vetveten, që duhen të japin fund vetvetes. Doja të pyesja për faktin se Izabela i kishte ndarë këtë pjesën e abuzimit me mjekët apo akoma? Akoma jo. Akoma jo. Asë mjekët, ë? Mjekët thjesht e diagnostikuan me borderline pa e kuptuar që kishte një abuzim. Po. Unë kam një vëlla mjek që është në Francë, dhe motrën që është në Greqi, dhe ne të tre është thesari im që kam. Është thesari ynë që jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin. I thash, bëj diçka, me fjalë, më gjej ndonjë mjek që unë mund të shkoj në San Raffaele ashtu, sepse nuk isha gati unë që ajo të shkonte në një komunitet. Dhe më thanë mjekët, ne do ta çojmë në filan vend, por në qoftë se ju mund të bëni diçka edhe privatisht ose personalisht, ne jemi të hapur, por Izabela rrezikshme të kthehet në shtëpi. Një muaj u kthye në shtëpi, unë nuk flija më gjumë natën, sepse isha e tmerruar se çfarë mund të bënte natë. Më në fund u fut në komunitet, vije nga muaj shumë të vështirë. Pata një lëshim të trupit, të mendjes, e ndjeva veten që isha shumë e lodhur. Doja vetëm të flija dhe shumë e trishtuar. Muajt po kalonin, feedbacku i mjekëve ishte i mirë, ne shkonim e takonim Izabelën çdo 2 javë, edhe me vëllezrit, me motrën dhe me vllajën, dhe hanim diçka së bashku dhe pastaj e çonim në komunitet. Duke shumë Po jati Izabelës nuk ishte pjesë e të? Ndërkohë ishte, por ishte në mënyrë mekanike. Një prezencë, do me thënë, në gjitha ato takime që unë bëja me mjekët, kur dilnim, kuptoja që ai nuk ishte kuptuar as edhe një gjë. Dhe kjo më lodhte shumë, kështu që e kuptova që nuk mund të bisedonim së bashku, sepse për mua ishin energji të tjera. Ishin muaj shumë të vështirë për mua, sepse që ndarja, që shkonim, e takonim, dhe po vinte Vera. Dhe po vinte ditëlindja e saj që e ka në 8 gusht. Mjekët thoshin gjithsesi që është brillante, është inteligjente, por unë ja di ata në Izabelës. Kam hasur një histori të tillë me borderline të një vajze me të cilën më përplasi një punë një herë, një bashkëpunim, dhe pash një transformim të jashtëzakonshëm brenda një kohe të shkurtër. Pra, ai ishte një vajzë shumë e mirë, në fakt shumë e bukur, por një gjë e nxiti dhe atë, në këtë rast një gjë tjetër, dhe filloi pastaj të transformohej fizikisht dhe si individ, ndoshta kishte edhe medikamentet, por u transformua dhe po them, bashkëpunimi im ka zgjatur deri 6 muaj maksimumi, dhe brenda 6 muajve ishte njëri tjetër, aq sa dhe flokët ju prishën. Do të thotë gjithçka ishte shumë e çuditshme. Tani, por ajo është në për Tiranë, vinte në punë, do të thonë ishte në një ambient tjetër, se vajza ishte në komunitet. Kishte aty transformime, se ti the ditën e të nesërmen, në efektin e ilaçeve, ishte e transformuar.
Po atje në komunitet, domethënë, a ndryshoi sjellja e saj? Atje po sillej, po dilte në pah ana funksionale e vajzës. Okej. Kështu që unë po qetësohesha dal nga dal, por ajo kishte një aftësi të jashtëzakonshme që ta fshihte anën jo funksionale. Brenda nuk ishte mirë, por edhe mjekët nuk e kuptuan. Më në fund, në korrik, mbas një viti të tmerrshëm, shkova tek me motor në Greqi, mora të 2 fëmijët dhe bëm një javë pushim. Dhe atë javë pushim ndjeva diellin, ndjeva rrezet dhe më zinte gjumi në një cep të këtij hotelit që vinte një farë ere dhe i me motor më linte, më sillte, nuk ikja në dhomë mbas drekës, sepse ndjeja të flladin e erët dhe erën e detit dhe më sillte një kënaqësi, sikur fillova të shijoja jetën, sepse ishin muaj të tërë vetëm me mjek, spitale, nuk barra 2 muajsh, ndodhi që ajo ishte hapur me mjekët, me psikoterapeutën, me psikiatrën e gjitha dhe kishte folur për abuzimin që kishte patur dhe unë ndërkohë e kisha marrë vesh. Në datën 22 korrik, Izabela merr një leje nga komuniteti, shkon e merr jati, sepse kishte vendosur që të shkonte në polici dhe ta denonconte atë. Dhe atë mëngjes i shkruajta një mesazh ti me bie, që isha shumë krenare për atë që po bënte, që po denonconte. Kur ta tha ty vajza, sepse në momentin që ti ishe në Greqi, 2-3 muaj përpara, 2-3 muaj përpara korrikut. Ta kishte thënë atëre, goca të ishte rrëfyer. Dhe pastaj ajo shkoi në polici kur gjatë kohës që ti ishe në Greqi. Babai mori vesh. E kishte bërë me paramendim. Sepse kishte marrë tjatin, sepse ishte aty, mbasi mbaroi, jati kishte pritur jashtë dhe i tha tjatit, të lutem, shkojmë në shtëpi, sepse kam etje, me fjalë dua të ha diçka të freskët, sepse atë ditë ishte shumë vap në Milano. Vajza ishte në dhomën tjetër, e dyta, dhe Izabela bëri një gest ekstrem. Izabela, nuk dua të futem në hollësira se si, por Izabela nuk bëri një tentativë vetvrasje. Izabela pati një mungesë vetvrasje. Në ç'kuptim? kuptim? Ka dy mënyra. E di që ke vështirë të futesh në detaje, po ndoshta këto janë edhe shprehje që është shumë e vështirë për mua. Nëse e shpjegon do si që themi ne me moll. E shpjegon do me moll se ç'do thotë mungesë vetvrasje. Mungesë vetvrasje do të thotë që nuk e di çfarë mrekullie ndodhi që ajo është gjallë. Kjo është. Okej. Dhe kjo ishte Izabela që kishte ikur, kishte marrë leje edhe porrinte në shtëpi. Po. Dhe si shpëtoi, pastaj ishte ç'a ndodhi? Si shpëtoi, mjekët thanë që është një mrekulli, as ata nuk e shpjegonin dot. Ndërkohë unë isha në Athinë, te shtëpia ime motre, dhe mua më vin telefonata, po lexoja një libër, ishte kohë dreke. Dhe mbaj mend si tani atë libër, Sul filo del rasoio, pensa te. Në fill të briskut. Ironi. Po pra, një tmerr. Mora vesh lajmin. Dhe unë për 2 orë nuk kam ditur nëse i me bi ishte gjallë apo kishte vdekur. Se nuk e dinin as mjekët, apo nuk lidheshe dot? Nuk e dinte asnjë, sepse u desh sa erdhi ambulanca, sa erdhën të gjithë, sa e vunë oksigjen, se ishte pa ndjenja. Ishte si në koma? Dhe ishte tamam në koma. Dhe kush që e ndihmoi, vajza e dytë, por që kishte vetëm 16 vjeç. Doja që të vdisja dhe unë. Doja t'ja fusja murit me kokë. Me fjalë, kaq shumë ishte dhimbja. Iza, fal Zotit, shpëtoi. Pra u bëm mirë. Pas 2 orësh mora vesh që ishte gjallë. Isha jo e dërmuar, isha
sikur më kishte kaluar një kamion sipër dhe i kisha shpenzuar të gjithë energjitë e mia për të gjithë jetën në ato momente. E marrë me mend. Patjetër që ti je dhe larg. Faktikisht që je dhe larg, domethënë ku të qëlloi në pushimet e vetme që bëra. Ato pushime më shpëtuan që unë mund të përballoja gjithë atë që erdhi më vonë. Pse ç'a ndodhi më vonë? Po sepse e mbajtën një muaj e gjysmë, 2 muaj, kush mund ta linte mbas një diçka të tillë. Patjetër. Që para se të hypim në avion, Leonardo si bie të fikët, si duket Fal, në kujt? tmerri që Leonardo djalit i çunit. bie të fikët në shkallët e avionit që po futeshin. Atë duart më bënin je e fundit do vish, ndërkohë erdhi ambulanca, çuni ishte pa ndjenja. Pashti me motor dhe i thash, duhet iki, thash, mbaj djalin. E kam në duar të mira, e kam sikur e kam vetë, i thash. Mbaj çunin, i thash, meru me çunin. Dhe kam hypur në avion dhe për 2 orë e gjysmë se aq zgjat udhëtimi nga Athina në Milano, unë nuk dija si ishte as çuni. Do shkoja në spital dhe nuk dija se si do shkoja, çfarë do i thosha Izës. Shkova pash dhe ishte si një ëngjëll, Dalina. Nuk e kisha parë vajzën ndonjëherë më të bukur se në atë moment. Eva, se është një program i gjatë, në fakt. Mënyra si tregon e rrëfen aq bukur sa që ke ndërtuar një suspans tash edhe me histori, do të doja që të mos shkëputeshim po të rinim te kjo që çapo ndodhte në moment. Pra, goca mbasi erdhi në spital dhe goca doli dhe pastaj u kthye prapë në komunitet, apo ja? Ne kaluam gjithë kushtin. Vetëm në Milano gushti është një shkretëtir e vërtet. Unë shkoja çdo ditë. Por vetëm hecja dhe hecja më ndihmonte. Më ndihmonte jashtëmase, më ndihmonte. Dhe në një moment e mbaj mend, i thash vetes, pse mua? Dhe mbas disa kilometrash i thash vetes, pse jo mua? Sa nëna ka që i ndodhin me shumë sëmundje të tjera, me kancer që kanë humbur fëmijët me kancer, pse jo mua, thash. Dhe aty që moment pranimi në vetveten time. Ndërkohë normal që unë fillova një psikoterapi, fillova ndihmë, fillova gjithçka edhe për vajzën e djalin të gjithë dhe Izabelën pastaj e çuan në një komunitet shtetëror, që ishte një komunitet me 40 vjet eksperiencë dhe aty dal nga dal gjërat ndryshuan. Tani Izabela është në fund të udhëtimit të saj, do dalin mbas 2-3 muajsh. Izabela vjen çdo javë në shtëpi. Ndërkohë në gjithë këtë, im shoq më thoshte, ishim shoq, më thoshte në fillimet e tij, kur Iza ishte në komunitetin e parë, kur u shtrua mbas atë që ndodhi, dhe më thoshte unë nuk dua këtë jetë, nuk e doja, nuk dua këtë jetë. I thash pse unë e dua? Si bëhet? Gjërat vinë, duhet përballuar. Kush e doi, thash unë këtë gjë. Dhe një ditë kur isha pak më e qetë unë, e mora dhe i thash Ulu, ke diçka për të më thënë? Më tha mua dua të iki. Dhe unë i thash askush nuk është pronë e askujt. Pra bashkëshorti duket se nuk e përballoi dot, e kishte të vështirë, edhe kjo është historia e shumë bashkëshortëve në historira të tilla ku fëmijët kanë një ose sëmundje kronike, ose autizëm ka shumë raste, ose kanë të tjera simptoma të shëndetit mendor. Ndërkohë fëmijët e tjerë si e përballuan? Se Virginia pasaj pati ajo një periudhë të vështirë, e ndihmova dhe Virginian. Leo shumë pak kishte, sepse atë që kisha kur shkova e pash Izën atë ditë që shkova me tim vlla, prandaj e thash, kur dolëm nga spitali në datë 23, po binte një shi me breshër, Dalina. Dhe ulëm aty dhe po prisnim gjoja të mbaronte shiu, mbasi kishim dalë, kishim takuar Izën. Dhe im vlla më thot, e kupton që nuk mund të bësh më asnjë gjë në këtë moment, është vetëm në dorën e mjekëve. E kuptoj, thash.
e di çka I thash, nuk kishim çadra dhe kemi ecur për kilometra të tëra në breshër dhe mua ajo më ka kthjellësuar komplet. Por unë ndjeva dhe me fat që ishte akoma e gjallë. Edhe tek historia që I rrëfyr Elonës, marrëdhënien që ke me motrën dhe vllajën dhe shumë e rëndësishme për këtë histori. Dhe pas ke pasur një bekim gjatë kësaj kohe, që ke pasur familjen tënde se ke qenë kaq vetëm në të rrugtim. Bashorti kishte të vështirë, fëmijët e vegjël, edhe goca e dytë kaloi kohët e veta. Isha Dalina të kaloja një eksperiencë kaq ekstreme që të kuptoja se sa me fat jam që kam vëllezër dhe motra dhe një familje të tillë, një baba dhe një mama. Dhe 2 shoqe të jashtëzakonshëm që dhe dua t'i citoj dhe janë shumë minjose, Klaudia dhe Luna. Luna jeton në Tiranë, sepse u mblodha shumë në vetvete. Ti mund të kesh shumë njerëz afër Dalina, por dhimbjen, vuajtjen e kalon në jashtëk duke tënde. Rrugtimi është tërësisht personal në këto histori, po ju mua më pëlqeu dhe fakti I pushimeve që bëre në një moment të caktuar, që ishte goxha I vështirë, dhe asa ecja me në shi, në breshër, sepse janë momente të gëzimit vogle që janë kaq të rëndësishme për shëndetin, se të mbajnë edhe ndonjëherë ne I paragjykojmë shumë këto gjëra, të gëzohesh brenda një dhimbje, se thon si mundet ajo nëna tash me këto halle, me këto, por që është kaq sepse të mbajnë trurin të kthjellët. Eva, shumë e pazakontë mënyra se si ti ke procesuar gjithë këtë gjën. Do të thënë është e rrallë ta dëgjosh nga njerëz. Zakonisht ne dëgjojmë shumë gjëra të ndryshme, të tipit sakrifica, të tipit mundi I jashtëzakonshëm, se si mund ti e tregon vetëm këtë pjesë, por në historinë tënde ne po shikojmë disa gjëra unike ndryshe të mënyrës së përballimit. E di çfarë do doja të shkoni më shumë, e kuptova pjesën e të shkuarës, mënyrën se si ka shkuar çështja, por unë doja të pyesja ty nëse e ke një lloj frike të rikthimit, duke qenë se tashmë Izabela do rikthehet dhe nuk e di si e po e përballon këtë që tani. Nuk do rikthehet në shtëpi, I japin një shtëpi komuniteti, kalon në një tjetër autonomi, që I japin ata shtëpi me edukator dhe janë 3-4 persona të tjerë. Nuk do jetë japin atyre që kanë bërë një udhëtim shumë të plot dhe shumë të E kuptoj. pozitiv. Po ti si ndihesh për këtë? Që do dalë së shpejti? Jam shumë e lumtur sepse Izabela vjen çdo javë në shtëpi tani prej 2 vjetësh, kështu që unë nuk është se kam tani, e di si është puna gjithë kjo gjë që unë kalova, Po. Gjithë këto ishin vite, nuk ishin muaj, ishin vite dhe ndërkohë në mes ishte edhe ndarja dhe divorci. Unë arrita dhe të divorcohem. Janë shumë. Unë brenda 1 viti, sepse doja të thosha një diçka tjetër që për mua ndarja nuk që një dështim. Dështim është të rish në një martesë që nuk funksionon, ajo është dështim. Në fakt zbuloi dhe forcën tënde më të madhe kjo gjë, apo jo? Pra vetja jote diçka që nuk e dije nëse mund ta përballoje. Është shumë e vërtet, po. Por u ndjeva krenare dhe hecja rrugës me kokën lart, kur u ndava sepse ajo gjë më lehtësoi, më hoqi një problem më shumë. Sepse unë nuk kisha energji që të përballoja dhe një çip që nuk shkonte më, nuk kisha më vend, nuk kisha më energji. Dhe e kam bërë në një mënyrë komplet paqësore. Komplet. Eva, megjithatë tani ti je bekuar me një lidhje fantastike. Mbas çdo gjë që ke kaluar, se është shumë e bukur nga të tërë historitë, sa e bukur është fakti që kaloi një dramë dhe pastaj del një, sikur hapet një dritare, por shumë e bukur dhe dritare nga ana tjetër. Ka shumë bekime jeta dhe ti je bekuar me një partner, sa kohë keni bashkë tani? 1 vit e gjysmë. 1 vit e gjysmë. Por që ke thënë na i rrëfyer që është i mrekullueshëm dhe siç themi ne në Shqipëri sikur ta solli Zoti, apo jo? Mund t'ju them një gjë, ndoshta, në një të ardhme do them që është i vetmi
burr që unë kam dashur ose dua në jetën time. Me këtë lloj ndërgjegje që kam sot. Edhe që është ndryshe dashuria, tani dhe ndoshta tani është tamam dashuri. Sepse ti di se çfarë nuk do dhe nuk bën më kompromisa, sepse je mësuar vetëm. Eva, mund të them këtë pjesë që prej kësaj ngjarje që ka ndodhur, edhe pse duket shumë e tmerrshme kur e dëgjon, domethënë gjithë procesin që ti ke kaluar, vajza ka kaluar, fëmijët kanë kaluar, duket sikur ti ke rënë në kontakt me disa pjesë të vetes që si kishe njohur. Patjetër. Për ke mësuar prej kësaj, ke nxjerr ato që ne themi mësimi. Pas një eksperiencë e tillë, nëse ti nuk e kalon komplet tunelin e errët, është një mundësi e madhe që jeta të jep. Them se më ka bërë njëri më të mirë. E ke lejuar ti këtë gjithë proces apo jo, që të merr me vete përpara, por më vërtet më vjen vetëm një fjalë që të them që je vërtet jashtëzakonshme në mënyrën se si e ke procesuar gjithë këto. Je një leksion për gjithë ne. Nuk dua të jem leksion për asnjë, çdo nën kam parë nëna dhe më të forta se mua dhe që i kishin humbur fëmijët. Duhet me të vërtetë të mundohemi të gjithë që nuk është sepse sëmundjet mendore është një stigëm shumë e fuqishme që kush e di si është familja, kush e di si është jallati ishte ashtu, do ishte gjitha matematike. Fëmijët nuk janë bishti jonë, fëmijët janë një individ më vete, ta mund të ndodhi. Eva, kam dhe një pyetje të fundit. Tani doja vetëm të dija, sepse detajet edhe unë e kuptova dhe gjatë rrëfimit tënd ka momente që nuk do të flasësh të patjetër një nën mbron gjithsesi edhe historinë dhe fëmijën e vet dhe unë të falenderoj shumë që ke dalë edhe me figurë edhe emër mbi emër, sepse në fund ditës kjo, pavarësisht se ti thua nuk mund të jap leksione apo të edukoj njëri, kjo është një edukim që bën dhe sidomos edhe për këtë çështjen e shëndetit mendor, borderline-it, paktën që edhe unë njoh, kështu që janë shumë. Edhe kur kam shkuar dhe në spitalin e shëndetit mendor, sepse kjo vajza ushtrua për tentative të vrasje, dhe kishte të tërë të njerëzit në dhomë, që ishin miqtë e saj, të ndryshëm, njerëz të njohur, të gjithë po përmendin që kishin marrë Xanax, kishin kaluar depresion. Kur flasim për sëmundje psiqike dhe depresioni është sëmundje psiqike. Absolutisht. Që sa të afër, absolutisht. Njohur kemi. Absolutisht. Gjithsesi, pyetja aktuale tani, a je në paqësie? Ti më shikon. Si të shoh. Po. Të thash dhe në fillim që je shumë mirë, edhe kështu që ndoshta po reflektohet, gjithçka reflektohet, është e vërtetë që reflektohet. Jeta më dhuroi me Roberton, ne pothuajse bashkëjetojmë tani së bashku dhe ka një raport mbi të jashtëzakonshëm me fëmijët e mi dhe me mua është i jashtëzakonshëm. Dhe herë e parë që u takuam në një lokal që ishte me libra dhe kishte edhe mund të pije një gotë verë, unë isha aty vetëm po lexoja edhe ai të njëjtin gjë. Ju afrova unë se unë jam që aty pasaj nuk u lam më, jemi moshatare, ai nuk ka fëmijë. Çfarë mund të them? Shumë inteligjent, por një inteligjencë nga ato që ndjen dhe në heshtje, dhe mbi gjitha një inteligjencë ndjenjash shumë të theksuar, sepse me mua nuk mund të rriste. Patjetër. Bravo, kjo është më vështirë të gjetet tek meshkut, por e paska. Unë, Eva, për shkak të kohës, më duhet që edhe ta përfundoj, këtë është një histori shumë interesante dhe ne kemi lënë bashkë që të pim dhe një verë, po të pres të vish në Tiranë. Unë do ta mbyllja me një gjë që kam shkruar. Po, patjetër. Përshkojeni një periudhë të errësirës, një periudhë të depresionit, një periudhë, se pasaj nuk folëm për periudhën time të vështirë që unë kalova si nën në depresion, kështu që unë pasaj kalova të timen, por tani gjithçka. Ma merr mendja Eva që edhe ti ke pasur. Mund të vijë tek rasti. Po, por kemi një temë për depresionin që ta kalojmë më vonë. Patjetër, dhe pova tek psikiatri im, i tha, pse unë arrita këtu? Më tha, mua aty të erdhi tsunami. 19 metra dallk dhe ti nuk do as të
rulesh, më tha mua, okej, thashun, okej. Dhe unë them, përshkojeni deri në thellësi, ndjeje, me gjithë qenien tënde, hyrë në të brënda, përshkoje deri në fund, është si shtuhet si të hecësh mes flakëve, por thelbi është vetë ecja në për to. Shumë e bukur. Eva, unë të falenderoj shumë për historinë. Ti gjithmonë jemi pritur edhe për histori të tjera, sepse të gjithë që na shkruajnë thonë e gjejmë veten kudo dhe mund të flasim për gjithçka. Gjithsesi, kishte një histori shumë interesante dhe të falenderoj shumë që na respektove edhe me video. Mua më pëlqen që gjithnjë më shumë njerëz të dalin dhe me video, se na ndihmon edhe ne. Për atë që kam kaluar, unë nuk kam turp. Po absolutisht nuk ka, absolutisht asnjëri nuk ka pse të ketë turp për çfarë ka kaluar, por ka stigma që ekzistojnë dhe mos haro Eva që ti jeton edhe jashtë dhe është pak më ndryshe dhe shpesh janë njerëz që jetojnë këtu dhe kanë çik më të vështirë sa të përshtaten ose prindit e tyre, varet dhe nga familja, pra është në varësi të gjithsesi më pëlqen, ne duam video, duam edhe njerëz në studio. Nuk duhet të turp, duhet të bashkë flasin, duhet të hapen, sepse gjithandej kur hapesh, të gjithë kanë të njëjtat problemet me ty. Në mos një afër, një shoh, Prandaj po e bëjmë të program, Eva, që ta kuptojnë që sa veta do e gjejmë veten tek historia jote apo tek historia e grave. Neve në fakt kemi dhe një histori të jetë pas pak. Unë të falenderoj shumë, Eva. Mirupafshim.